si shikon gjendjen aktuale të ekipit lushnjar në mbylljen e sezonit futbollistik dhe çfarë parashikon ti për të ardhmen që fillon në muajin shtator? Si kampionati i kaluar ishte dështim për Sport Klub Lushnjë, ne dim tashmë që duke pasur parasysh financat edhe objektivat që ka Sport Klub Lushnjë. Gjithmonë objektivat janë varësi të financave dhe financat janë gjithmonë determinante për objektivat që ka ekipi. Lushnja nuk i plotësoi kushtet për të futur ose për të qenë katër ekipet elitare nga njësh kampionatin e shkuar. Dhe mendoj që këtë kampionat do të jetë shumë serioz dhe korrekt, duke parë që edhe ekipet që kanë ardhur nga një kategori më poshtë, Luftëtari dhe Fushkruja, janë dy ekipe shumë të forta dhe do të bëjnë investime goxha të mira. Duke parë edhe ekipet e tjera që do të thotë që Laçi, Skënderbeu, Besa e Kavajës do të jenë, Apollonia e Fierit, ndoshta Peshkopia, Korabi apo Burreli, po ndoshta Kastrioti do të jenë ekipe shumë të forta. Kështu që kam mendimin që Anjisi do të jetë ose gjysmë Superligë ose një Superligë shumë e fortë këtë kampionat. Duke parë që edhe Kuksi mendoj që nuk do të jetë në ato nivele që ishte kampionati i vjetshëm, dhe mendoj që do të jetë një kampionat tepër i fortë. Lushnjë si det për detyrë që mendoj për merkaton ta mbushim me futbollistë cilësor, kushtet i ka, anën financiare nuk i mungon. Duhet profesionalizëm edhe në fund fare të japi edhe pak satisfaksion ndoshta edhe publikut me mrekullueshëm lushnjar. Kështu që mendoj që do të fillojë një punë shumë e mirë profesionale. Nëse punohet mirë profesionalisht edhe me seriozitet, mendoj që do t'i arrijë qëllimin. Në të kundërt pastaj kampionati është shumë i fortë dhe përpos financave dhe nëse nuk e kujdesshëm në merkaton e ekipit, mund edhe të kemi edhe ndonjë paparashikim. Duke parë që këto 2 apo 3 vite e fundit Lushnja ka shpëtuar në sekond fundit për mos rënë nga kategoria. Kështu që unë mendoj që duhet seriozitet maksimal për të arritur objektivat edhe pritshmëritë që ka publiku i mrekullueshëm i Lushnjës.